Në konfliktin Izrael-Iran, një nga avantazhet kryesore të Tel Avivit ka qenë informacioni i brendshëm. Më shumë se 30 bomba u hodhën mbi një ndërtesë ku udhëheqësi suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei po takonte zyrtar të lartë. Asnjë prej sulmeve nuk ishte aksidental. Izraeli kishte informacion të detajuar, kohën e takimit, vendet e uljes së pjesëmarrësve dhe dhomën ku Khamenei qëndronte. Ky informacion vinte nga një person me besim absolut te Khamenei, i cili gjendej në krah të tij. Agjenti i Mossadit që siguronte informacionin i dërgoi fillimisht Benjamin Netanyahut një video të Khameneit duke treguar edhe unazën karakteristike dhe më pas një foto të qartë të trupit të udhëheqësit të vdekur. Netanyahu e dinte vdekjen e Khameneit para shumë zyrtarëve iranian dhe më pas e komunikoi tek presidenti amerikan Donald Trump përmes një mesazhi publikuar në Truth Social. Sipas disa raporteve, agjenti mori madje edhe një monster ADN-je nga trupi i Khameneit. Mossadi nuk ka vetëm informacione, por vepron me metoda të sofistikuara. Ai ka depërtuar në zinxhirin e furnizimit të Hezbollahut. Operacionet ngjashme u zhvilluan në Iran, ku Mossadi shënoi objektivat, verboi sistemet ajrore dhe ngriti baza dronesh pranë Teheranit për të sulmuar pa hyrë hapësirën ajrore iraniane. Disa kamion dhe anijet pafajshme transportonin dron sulmues, një taktike ngjashme me ato të përdorur nga Ukraina dhe Rusia. Pashe themet flasin se generali i gardës revolucionare Ismail Kani, pasardhësi i Sulejmanit, mund të ketë qenë spiuni që dokumentoi vdekjen e Khameneit dhe i dërgoi foto Netanyahut. Kani kishte besim absolut te Khamenei dhe shpëtoi nga disa sulme izraelite gjatë operacioneve të mëparshme. Ai ishte gjithashtu i pranishëm kur izraelitët shkatruan vendin e fshehjes së Ismail Haniyeh gjatë sulmeve 12 ditore kundër udhëheqësisë ushtarake iraniane. Roli i Mossadit shihet si një kombinim me spionazhit brendshëm, teknologjisë dhe operacioneve sekrete që ndërthuren deri në detaje minutë pas minute. Sipas shërbimeve izraelite, ata janë si skenaristët, regjizorët dhe protagonistët në një film ku skena është i gjithë planeti dhe çdo lëvizje e armikut monitorohet me precizion të frikshëm.